Pak minuta para se të priste fytin me thik prindërve, regjizor në Hollywood, djali i tyre shihet duke Nick Reiner, duke i plotësisht i qetë teksa ecte pranë shtëpisë së prindërve të tij. Vetëm disa orë para se ata të masakroheshin, duke shkaktuar tronditje në gjithë Hollywoodin. Në pamjet e siguruara nga The Post, 32 vjeçari shfaqet i veshur me xhinse blu, një këmish me mëngë të gjata, ndërsa në kokë kishte një kapele bejsbolli dhe në shpinë mbante një çantë. Siç shihet edhe nga pamjet e publikuara, i shihet pranë një karburanti pak para mesnatës së të shtunës. Ndërkohë, Rob dhe Michelle u vranë herët në mëngjesin e së dielës, sipas prokurorit të qarkut në Los Angeles. Pamjet e reja të kamerave të sigurisë vendosin Nikun afër shtëpisë familjes disa orë para vrasjes së prindërve të tij. Mediat e huaja shkruajnë se stacioni i benzinës është vetëm disa bloqe larg shtëpisë. Nick mund të shihet duke ecur në një drejtim larg pronës. Duke cituar burimet, New York Post shkruan se 32 vjeçari dhe prindrit e tij u grindën shumë më herët gjatë natës në një festë të organizuar nga Conan O'Brien. Nick u grind gjithashtu me komedianin e njohur Bill Hader në një festë tek e njëjta festë, duke u larguar i tërbuar sipas NBC News. Nuk është e qartë se kur familja është larguar nga festa të shtunën në mbrëmje. Rob dhe Michelle u gjetën të therrur për vdekje rreth orës 3:30 pasdites së dielën nga vajza e tyre Romi. Thuhet se atyre i ishte prerë fyti dhe Romi paralajmëroi oficerët e policisë se Nick ishte i rrezikshëm, raportoi TMZ.